Njësiti i krimeve ekonomike është duke e zhvilluar një bastisje në Ministrinë e Bujqësisë, gjëgjësisht në Agjencinë e Zhvillimit të Bujqësisë. Lajmi është konfirmuar nga Prokuroria Speciale. Ju njoftojmë se Policia e Kosovës me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës është duke zhvilluar bastisje në 4 lokacione. Bastisjet po zhvillohen mbi dyshimet për fabrikën përmbetje shtetësore. Për detaje të tjera publiku do të njoftohet gjatë ditës, sa nga Prokuroria Speciale për Telegrafin. Lajmi për bastisje është konfirmuar edhe nga vetë Policia e Kosovës. Policia e Kosovës me njësitë e saj relevante me kërkesë të Prokurorisë Speciale bazuar në urdhër rrestën e gjykatës kompetente ka filluar zbatimin e një urdhër kontrolli në Prishtinë mbi dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare pas përfundimit të operacionit policor, i cili po realizohet në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë, mund të bëhen publike informacione shtesë. Ndërkaq nga Ministria e Bujqësisë thanë për mediat se janë në dispozicion të organeve të rendit dhe drejtësisë, që nga dita e parë jemi në dispozicion të organeve të rendit dhe drejtësisë, duke ofruar çdo informat për secilin interesim të tyre, duke theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit. Kemi bashkëpunuar ngushtë me këto institucione dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë gjë, të udhëhequr nga parimet e transparencës dhe llogaridhënies. Ndryshe, një ditë më parë, antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Naim Ismaili, ka denoncuar siç tha, një skandal milionësh të ministrit të Bujqësisë Faton Peci, i cili pa ankand publike ka dhënë pronën publike me qira impjantin e mbetjeve shtazore, kompanisë Lip KS, endit të SHPK për 20 vjet. Ismaili në një konferencë për media akuzoi ministrin Peci se ai ka shkelur ligjin për pronën publike, ku parashije që pronat publike të jepen me qira vetëm përmes ankandit publik dhe ato jo më shumë se për 15 vjet, përveç në rastet kur merret vendim në kuvend. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ndërkohë ka arritur në kuvendin e Kosovës, ku për pak pritet të vazhdojë seanca konstituitive. Peci është parë në sallë deri kësaj radhe nuk është parë te obori i kuvendit, ku zakonisht këto javë është prononcuar para gazetarëve. Paraqitja e tij në kuvend vjen në një kohë kur zyrtarët policor kanë hyrë në Ministrinë e Bujqësisë, e cila drejtohet prej tij,